Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ILDKPI, ka nisur një hetim të thelluar ndaj prokurores së Sarandës, Esmeralda Basho, pas dyshimeve serioze për fshehje pasurie, deklarim të rrem dhe mosdeklarim të saktë të burimeve financiare. Sipas të dhënave të publikuara në media, prokuroria Basho ka rezultuar me mospërputhje të theksuara ndërmjet të ardhurave të deklaruara dhe pasurive në pronësi, përfshirë një apartament për të cilin ajo nuk ka sqaruar burimin financiar. Një prej elementëve që kanë ngritur dyshime është deklarimi një banese me qira në vlerën absurde prej vetëm 5.000 lekësh në muaj, shifër që bie ndesh me realitetin e tregut të qirave në Sarandë, veçanërisht për një funksionar të këtij niveli. Ky detaj është konsideruar nga burime pranë ILDKPI-s si indikator i fortë për fshehje reale të pasurisë. Po ashtu, hetimi ka zbuluar se Basho zotron pasuri të tjera, përfshirë prona dhe mjete të lëvizshme, për të cilat nuk ka justifikim ligjor të burimit të ardhurave. ILDKPI pritet të kërkojë edhe verifikim të thelluar bankar për të identifikuar çdo të ardhur të padeklaruar.